Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë në sekret ja receta që zhduk dhimbjen e gjurit në kohë rekord. Mënyra se si qëndroni ulur dhe ecni ndikon te dhimbjet e gjunjëve apo kockave tuaja. Pra, për shkak të këtyre faktorëve, njerëzit me këtë lloj problemesh duhet të marrin masa serioze për t'i zgjidhur ato, dhe kjo duhet të bëhet në kohë, para se të ndodhë ndonjë gjë e keqe. Kjo recetë në vijim është e shkëlqyer dhe mbi të gjitha është natyrale, duke ndikuar kështu në përmirësimin e jetës tuaj dhe në funksionimin më të mirë të gjunjëve dhe nyjeve. Plus, sipas Make Your Life Healthier, kjo recetë është e mirë për shkak të faktit se ajo i bën mirë strukturës së eshtrave si edhe njëkohësisht qëndrueshmërisë së tyre. Por, në fakt, këtu ne do t'ju njohim me të gjithë përbërësit të cilët do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete. Ju duhet 40 gram fara kungulli, 8 lugë çaj fara liri, 4 lugë gjelle fara susami dhe gjithashtu 3 lugë gjelle rrushë të thatë dhe 2 lugë gjelle gjelatinë dhe njëkohësisht 200 gram mjaltë organik. Procesi i përgatitjes: merrni një tas të madh dhe vendoseni në të që të gjithë përbërësit. Përzieni mirë, më pas vendoseni ato në një kavanoz qelçi. Ky ilaç duhet që të përdoret çdo ditë. Mënyra më e mirë për ta përdorur është që ju të hani një lugë çaj nga kjo përzierje kur ju sapo të zgjoheni në mëngjes para se të hani mëngjesin dhe pastaj një lugë tjetër përpara se ju të hani drekën. Gjithashtu, ky ilaç është shumë i mirë edhe për sa i përket problemeve të kockave dhe dhimbjes së tyre, si edhe gjithashtu ajo forcon elasticitetin e tendinave dhe ligamenteve, duke forcuar kështu nyjet dhe kockat tuaja. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, me qenë se ato na ndihmojnë me lëvizjen e trupit. Gjithashtu, sipas ekspertëve, gjunjët janë akoma dhe më të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtimin si ulje dhe ngritje, ngjitje dhe zbritje, si edhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi në lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit, ju duhet që të veproni shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet të cilat ndodhin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç natyral i cili ka aftësinë që të lehtësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta, por ju duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet që të shkaktohet nga lëndime të ndryshme, artriti, mbipesha, reumatizma ose njëkohësisht edhe nga përpjekjet e tepruara fizike. Prandaj, në këtë video ne do t'ju sugjerojmë që ju të mbani shënim këtë recetë dhe ta përdorni atë sa herë që ju të ndjeni dhimbje të gjurit. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verë dhe veze, 2 lugë krip dhe gjithashtu fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Receta duhet gjithashtu që të qëndrojë për të paktën 2 orë për veprim në zonën e lënduar. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha 4 herë në ditë. Në qoftë se ju keni dhimbje gjuri, ne këtu do t'ju tregojmë disa receta natyrale të cilat do t'ju ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të gjurit në një kohë rekord, si edhe ato nuk kanë as edhe një efekt ansor, sepse janë të përgatitura me përbërës të cilët gjenden pothuajse në çdo shtëpi. Atëherë, si fillim, dhimbja e gjurit është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore, që sigurisht i prek të gjithës dhe sidomos gratë. Nga ana tjetër, dhimbjet e gjunjëve
janë të padurueshme dhe therrse dhe frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht, dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhje e ujit tek gjunjët duke shkaktuar dhimbje të forta. Këto janë shkaqet më të përhapura të dhimbjes së gjurit. Ekspertët thonë se dhimbjet e gjurit i atribuohen kryesisht 3 problemeve direkte. Sindroma e dhimbjes patelofemoral. Në rastin e kësaj sindrome, dhimbja përfshin të gjithë gjurin dhe është më e fortë kur ngjitni shkallët, uleni në gjunjë ose bëni ushtrime. Dëmtimi i meniskut. Kjo strukturë e gjurit dëmtohet dhe çahet duke shkaktuar dhimbje të mprehta dhe ëndje të tij. Në raste të tilla, njerëzit duhet të shkojnë sa më parë tek mjeku kirurg. Osteoartriti. Osteoartriti është një nga format më të përhapura të artritit tek të rriturit, një si sëmundje reumatizmale e cila prek kyçet dhe gjunjët. Osteoartriti i gjurit prek rreth 10% të burrave dhe 13% të grave mbi moshën 60 vjeç. Kjo sëmundje mund të shkaktohet nga faktorë të jashtëm, siç janë dëmtimet ashtu edhe deformimet e kockave nga plakja. Sugjerohen disa metoda krejt efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes kurave natyrale në shtëpi, si edhe përzgjedhjes së ushqimeve të duhura, dhe prandaj në këtë video ne do të flasim pikërisht për këtë çështje, se si të trajtojmë dhimbjet e gjunjëve në kushte shtëpie. Trajtimet natyrale. Vendosni disa kompresa me akull te pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajini për 20 minuta dhe bëjeni këtë ritual gjatë gjithë ditës. Shtrëngoni më pas pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Sigurisht duhet të keni parasysh që të mundoheni dhe të pushoni sa më shumë duke evituar kështu lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Gjithashtu, ju duhet që të vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa ju pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzieni bashkë derisa të bëni një masë homogjene dhe masazhojeni në pjesën e gjurit që ju dhëmb. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për një javë. Ushqyerja e duhur. Dhimbja e gjurit që nuk kërkon ndërhyrje kirurgjikale mund të lehtësohet edhe nëpërmjet ushqyerjes. Mbani një dietë të mirë ushqimore me produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Hani më shumë peshk, sepse ai përmban vitamina dhe ndihmon në përthithjen e kalciumit, element jetik ky për forcimin e kockave. Hani sa më shumë portokalle të pasura me vitaminë C, e cila forcon kockat dhe imunitetin. Perimet me gjethe si spinaq, lëpjet e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, antioksidantëve A dhe C, luteinës dhe beta-karotenit, të cilat gjithashtu ofrojnë mbrojtje të shkëlqyer ndaj shumë sëmundjeve. Hani sa më shumë bajame të pasura me vitamina dhe minerale. Hani sa më shumë ginger dhe një nga produktet më të çmuara për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.